Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në emisionin tuaj të përditshëm Zgjohuni me ne. Data sot shënon 6 dhjetor dhe ne së bashku do të udhëtojmë pas në kohë, në histori, art dhe kulturë. Do të vjojmë fillimisht të flasim për ngjarjet që ndryshuan botën. Në vitin 343, bota Lantëmiri dhe Shën Nikollës, periskopit të Myrës, njeriu që do të frymëzonte një nga figurat më të dashura në botë, Santa Clausin. Nga shpirti i tij bujar lindi legjenda e dhuruesit të mrekullueshëm që ndryçon zemrat e fëmijëve çdo vit. Shekull më vonë, në 6 dhjetor të vitit 1768, tensionet midis kolonistëve dhe forcave britanike u ndezën me një tjetër ngjarje historike, sulmi ndaj anijes Hem-si-Gespe, një parapri e revolucionit amerikan. Në fushën e shpikjeve, viti 1877 shënoi një çast magjik. Thomas Edison demonstroi fotografinë, pajisjen që i dha botës zërin e regjistruar dhe ndryshoi përgjithmonë mënyrën se si ruajmë kujtimet. Por jo çdo ngjarje në këtë datë ishte fest. Në vitin 1917, shpërthimi shkatrimtari i Halifaxit në Kanada tronditi botën, duke lënë pas një tragjedi me pasoja të rënda. Ndërsa në vitin 1992, shembja e xhamis Babri në Indi ndesi tensione të mëdha fetare, duke kujtuar gjithmonë nevojën për dialog dhe paqe. 6 dhjetori na ka sjellë në jetë mendimtar, artist dhe lider. Në vitin 1421 në Angli lindi Henry IV, mbret gjatë luftës së trëndafilave, një periudhë kaotike por historikisht e rëndësishme. Në fushën e shkencës, vitin 1778, pa lindjen e Louis Joseph Gay-Lussac, kimistit francez që hapi rrugën për kuptimin modern të gazrave. Dhe në botën e artit, në vitin 1896, erdhi në jetë Ira Gershwin, tekstshkruesi që së bashku me vëllain e tij George formësuan muzikën amerikane. Në vitin 1920, bota mirëpriti Dave Brubeck, pianistin legjendar të jazzit, i cili i dha zë emocioneve përmes melodive të tij. Ndërsa në vitin 1948, Joe Beth Williams, aktoreja që na mëngjepsi në filmin Poltergeist, e pasuroi botën e artit dramatik. Por jo gjithçka është fest në datën 6 dhjetor. Në këtë ditë në vitin 343, bota humbi Shën Nikollën, një nga figurat më të dashura dhe frymëzuese të Krishtërimit. Në vitin 1799, Joseph Black, kimisti që zbuloi dioksidin e karbonit, la një trashëgimi të përhershme në shkencë. Dhe në vitin 1882, Anthony Trollope, mjeshtri anglez i romaneve që zbuluan jetën sociale të Anglisë, u largua nga kjo botë. Në shekullin 20, në vitin 1988, muzika humbi një nga ikonat e saj më të mëdha, Roy Orbison, kantautori i Oh Pretty Woman. Ndërsa në vitin 1993, Don Amesh, aktori i dashur i Hollywoodit dhe fituesi i çmimit Oscar, u nda nga kjo jetë. Tani do t'ju ftoj të ndiqni rubrikën Ne dhe Shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur rreth vlera dhe ushqyese të hudhrave. Hudhra është një brim natyral i shumë ushqyesve të domosdoshëm për shëndetin e organizmit. Ajo ndihmon në mirëmbajtjen e funksionit dhe shëndetit të zemrës. Hudhra pakson gjasat e shfaqjes së tumoreve dhe lufton infeksionet. Vlerat më të mira hudhra i ofron nëse konsumohet e gjallë, sepse gatimi letërson të gjitha përbërësit mirëbërës të kësaj parishtaje. Ekspertët rekomandojnë ngrënien e të paktën 2 thelpinëve në dietë që të merrni përfitime të mëdha. Për një zemër më të fortë, hudhra i bën mirë zemrës. Ajo ndihmon në uljen e tensionit të gjakut dhe kolesterolit. Për më tepër, hudhra pakson rrezikun e arteriosklerozës dhe ndihmon në funksionimin e enëve të gjakut. Përbërësit të shumë të hudhrës, siç janë alicina dhe trisulfitet, ju mbrojnë nga radikalet e lira që dëmtojnë qelizat. Alicina pengon rritjet e qelizave kancerogjene, ndërsa përbërësi tjetër i shkataron ato. Përveç kësaj, hudhra ndihmon në detoksifikimin e qelizave dhe shërben si një antioksidant kundër infeksioneve. Ajo është përdorur prej shekur si një përbërës i fuqishëm kundër mikrobeve.
Alicina te kjo bimë është përbërësi kryesor që ndihmon trupin të largojë bakteret, siç është Salmonella dhe Staphylococcus. Hudhra është një bakterial aq i fuqishëm sa arrin të zbrapsë dhe baktere të forta që i rezistojnë disa antibiotikëve. Antioksidantët që përbajnë e bëjnë atë një aleate të fuqishme kundër agresioneve të shumta të mikroorganizmave të rrezikshëm si bakteret, virusët, parazitët dhe kërkudhat. Ajo përmban një sasi të mirë të kalciumit, bakrit, kalimit, fosforit, hekurit, manganit, seleniumit, si dhe vitamin B1, B6 dhe C. Hudhra ndihmon në uljen e kolesterolit me rreth 10 deri në 15%. Dëmtimi oksidativ nga radikalet e lira kontribon në procesin e plakjes. Hudhra përmban antioksidant që mbështesin mekanizmat mbrojtës të trupit kundër dëmtimit oksidativ. Efektet e kombinuara në reduktimin e kolesterolit dhe presionit të gjakut, si dhe vetit antioksiduese, mund të zvogëlojnë rrezikun e sëmundjeve të zakonshme të trurit, si sëmundja e Alzheimerit dhe haresa. Në doza të larta, komponimet e shufrit në hudhër janë treguar se mbrojnë kundër dëmtimit të organeve nga toksiciteti i metaleve të rënda. Me pak fjalë, hudhra njihet si një dezinfektues ideal për të shmangur viruset dhe bakteret. Është një antibiotik natyral i fuqishëm. Ul kolesterolin dhe presionin e gjakut, parandalon arteriosklerozën, rregullon nivelet e sheqerit në gjak, përmirëson simptomat e ftohtjes. Është një antioksidant i shkëlqyeshëm, pasi lufton radikalet e lira, hap oreksin, lehtëson bindjen. Është një antiinflamator i fuqishëm. E bën sistemin nervor në gjendje të përsosur. Për biografinë e ditës së sotme kemi zgjedhur të flasim për Thomas Edison, shpikësi që ndriçoi botën. Thomas Alva Edison, 1847, mbetet një nga figurat më të shuara të historisë moderne, një shpikës vizionar dhe një sipërmarrës i palodhur që transformoi jetën e përditshme. Me mbi 1000 patenta në emrin e tij, Edison nuk ishte thjesht një inovator, ai ishte një forcë revolucionare që përjetësoi epokën industriale dhe teknologjike. I lindur më 11 shkurt të vitit 1847 në Milan, Edison nuk pati një fëmijëri të lehtë. I vetmi shkollim formal që mori zgjati vetëm disa muaj, pasi mësuesit e tij quhetën shumë të shpërqendruar. E ëma Nancy Edison e mori përsipër arsimin e tij, duke i ngulitur dashurinë për të lexuar dhe kuriozitetin për botën. Që në moshë të vogël, Thomas tregoi shenja të një mendjeje inovatore. Në moshën 12 vjeçare ai filloi të shiste gazeta në një tren, duke krijuar laboratorin e tij të parë shkencor në një vagon të vjetër. Edison e nisi karrierën si telegrafist, një punë që e njohur me elektricitetin, forca që do të bëhej thelbi i veprës së tij. Në vitin 1877 ai shpiku fonografin, pajisjen që mund të regjistronte dhe riprodhonte zë, duke e shokuar botën me aftësitë e tij teknologjike. Por shpikja e tij më e njohur erdhi 2 vite më vonë. Dhampa elektrike me fije inkandeshente, një arritje që ndriçoi jetën e njerëzve dhe shënoi fillimin e elektrifikimit global. Shpikja e dhampës nuk ishte vetëm një akt genialiteti, ajo krijoi qindra eksperimente dhe vite për kushtimi. Edison nuk e pa dështimin si pengesë, por si një hap drejt suksesit, një qasje që bëri historinë e tij frymëzuese. Edison nuk ishte vetëm një shpikës, ai ishte edhe një mjeshtër i sipërmarrjes. Ai themeloi laboratorin në Menlo Park, New Jersey, një qendër inovacioni që shpesh quhet fabrika e shpikjeve. Aty u zhvilluan disa nga shpikjet më të rëndësishme të tij, si gjeneratori elektrik, sistemi i shpërndarjes së energjisë dhe kamera kinematografike. Edison vdiq më 18 tetor të vitit 1931, por trashëgimia e tij jeton ende edhe sot. Do të vjojmë me rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim për ujvarën që sfidon gravitetin. Në Meghalaya, një rajon i njohur si vendi i reve në verilindje të Indisë, ndodhet një fenomen i jashtëzakonshëm që duket sikur sfidon ligjet e natyrës. Një ujvar që rrjedh përpjet. Në realitet nuk kemi të bëjmë me një përmbysje të gravitetit, por me një kombinim unik të kushteve atmosferike dhe gjeografike. Por çfarë ndodh saktësisht?
Ujvara e vendosur mbi kodrat Kasi ndodhet në një zonë të ekspozuar ndaj erërave jashtëzakonisht të forta që fryn nga fushat të hapura drejt maleve. Kur era e fuqishme përplaset me rrymën e ujit që bie nga ujvara, ajo ngre lart pikat e ujit, duke krijuar një pamje mbreslënse, sikur uji kthehet pas. Kjo pamje bëhet veçanërisht dramatike gjatë sezonit të musoneve, kur prurjet e ujit dhe intensiteti i erave arrin kulmin. Megjithse kjo është një iluzion optik, ajo ka tërhequr vëmendjen e turistëve dhe studiuesve nga e gjithë bota. Tani do t'ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për ditën e premte parashikohet të përshkohet në një mot i paqëndrueshëm, me vranësira dhe reshje shiu në të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 3 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 17 gradë Celsius. Era do të frynë në një drejtim juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 8 metër për sekond, çka do të bëjë të krijohen dallgëzime 2 deri në 4 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 8 deri në 10 gradë Celsius, Kukës 3 deri në 7 gradë, Peshkopi 5 deri në 8 gradë Celsius, Tiranë 9 deri në 13 gradë, Durrës 10 deri në 12 gradë Celsius, Kavaj 10 deri në 13 gradë, Elbasan 9 deri në 15 gradë Celsius, Berat 9 deri në 17 gradë, Korçë 5 deri në 9 gradë Celsius, Vlorë 10 deri në 17 gradë, Gjirokastër 5 deri në 11 gradë, Sarandë 11 deri në 17 gradë Celsius. Tani do të ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për ditën e premte parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm, me vranësira dhe reshje shiu në të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 1 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 10 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare 1 deri në 4 metër për sekond në drejtimin jugor, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovica 3 deri në 8 gradë Celsius, Podujev 1 deri në 8 gradë, Skënderaj 1 deri në 8 gradë Celsius, Pej 4 deri në 7 gradë, Prishtinë 3 deri në 9 gradë Celsius, Gjakov 4 deri në 7 gradë, Malishev 2 deri në 8 gradë Celsius, Gjilan 3 deri në 10 gradë, Ferizaj 3 deri në 9 gradë Celsius, Kaçanik 3 deri në 7 gradë, Suharek 3 deri në 9 gradë, Prizren 3 deri në 7 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kemi ardhur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Bashk do të rishim sërish nesër në po të njëjtën orë. Deri atëherë, mirupafshim.